punë mo nuk shkon në Strasburg, nuk shkon tjetër ka. Po është e vërtet që shtetas të Kosovës, fillimisht shteti i Kosovës duhet të jetë i pranuar në Këshillin e Evropës, më pastaj shtetas të Kosovës do të kishin mundur që të iniciojnë rastet pranë Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit. Po sa kam informata dhe sa është raportuar në media, është avokati Pjetër Shalës i cili e ka dërguar kërkesën për rishqyrtimin e shkeljeve nga gjykata speciale në rastin në të cilin e ka përfaqësuar avokati, për arsye se Pjetër Shala është shtetas belg dhe tani më sigurisht që në rast se do të publikohet ajo padia apo kërkesa të cilën ka parashtruar pala, ne do të shohim në cilat pika është akuzuar. Përkundrazi, në rast se në këtë moment në të cilin jemi, ku Kosova nuk është antare e Këshillit të Evropës, të gjitha shkallët të cilat mundet me i përdor apo gjykatat janë shkalla e dytë apo gjykata e apelit e llomave të specializuara, të njëjtit nuk e kanë shkallën e tretë, më pastaj po e kanë edhe shkallën e tretë, falni, më pastaj mund të shqyrtohet edhe pranë gjykatës kushtetuese të llomave të specializuara dhe këtu përfundon procedura në çështjet penale. Pra më andej nuk mund të shkohet dhe të verifikohet në rast se ka pas shkelje të drejtave të njeriu gjatë këtyre proceseve gjyqësore. Që i bjen që në